Përshëndetje, dëgjues dashur, jemi rikthyer në pjesën e dytë e emisionit Pasdita Sportive. Ditë Bajrami, në fakt, po të gjithë ju. Pra, dëgjues dashur, dikush ka shku mysafir, por une në këtë pjesë dytë e kam trenerin, që treneri vën me shku diku mysafir, o çdo dashur të jetë pjesë e emisionit ton. Pra, bëhet fjalë për ish futbollistin e kombëtarës së Shqipërisë, njëri prej lojtarëve që ka dhënë kontribut të madh, jo vetëm futbollin kosovar, por edhe futbollin shqiptar në përgjithësi, kështu që me neve prezent është trajneri i Vushtrës Armen Dallku. Trajner, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Bajramit pritin studio të Pasditës Sportive. Në radhë parë desha ju përshëndet juve, gjithë dëgjues të Radio Dugazhinit, edhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, gjithë shqiptarët ku janë anë mbanë dhe duke uruar domethënë festën e Bajramit. Trajner, tejtën, tash kaluan 3 ditë apo 3 ditë po i bie, fituat një ndeshje shumë kryesore, cila fakt tashmë hyn edhe me fuqishëm Vushtria ngar për titull. Fitore e cila morret si mysafir ndaj rivalit kryesor Prishtinës së Re. Po fitore shumë e rëndësishme për vazhdimsinë, për ta vazhduar ëndrrën që e kemi ne si qytet, si klub. Nuk diskutohet domosdoshmë që Vushtria qysh fillimet e këtij viti domosdoshmë ka pas shumë probleme, shumë të lashe, mirë po kemi arrit me bënë një organizim shumë të mirë, duke falendëruar në radhë parë sponsorin general tonin zoti Shajt Mikullovcin që ka bërë një punë jashtëzakonisht madhe. Pastaj normalisht me gjithë bashkë me stafin që kemi përbërës, duke filluar nga kryetari i klubit zotëri Rahimi Shemsia, pastaj edhe me drejtorin sportiv Liridon Leci dhe gjithë tjerë pjesën përbërëse, kemi arrit domosdoshmë që me kriju një grup relativisht mirë të futbollistëve. Po krahas lojtarëve domosdoshmë kemi arrit edhe me rregullu pak infrastrukturën, sepse mund të them lirisht që Vushtria ka qenë janë shkaluar domosdoshmë sa i përket rregullimit të infrastrukturës. Kjo për vetë faktin domethënë se i vetmi Vushtria domosdoshmë nuk ka një fushë sintetike siç po janë dashuritë në gjithë Kosovën, domosdoshmë në Vushtri mungon një gjë e tillë. Edhe kemi pas shumë probleme domosdoshmë për vazhdimsinë, sepse siç e dini domosdoshmë ne në ligën ku bërim pjesë thuaj se 80% ekipe luajnë në fusha sintetike, vetëm 2 ekipe domosdoshmë ne edhe ke luajnë në fusha natyrale. Kjo na ka paraqitur jashtëzakonisht problem të madh. Mirë po jemi mundu domethënë si se populli më u korpit me ato forcat tona, edhe me gjetë ndaj rrugë alternative. Çka vendos pse pikërisht Vushtrin? E dim se je edhe nga Vushtria, po pse pikërisht Vushtrin kur ke fituar kup me ekipin e Prishtinës së trajner, ke fituar, ke pasur madje ke qenë trajneri i cili për herë të parë skuadrën e Dugazhinit e dërgove në Evropë, madje nga ai që brenda një kohë shumë të shkurtër e ktheve në Super League edhe dërgove në Evropë. Po jo më këtë thojnë domosdoshmë guri i ram për shumë vend vetë. Nuk diskutohet domosdoshmë është desh na tani kohë e gjatë me u rikthy unë aty. Këtë vit janë përputhur të gjitha kushtet që më u rikthy, duke pas parasysh që me sponsorin general ne kemi një njohje shumë të vjetër, domosdoshmë kemi qenë në shkollë fillore bashkë, kemi shumë shok të vjetër bashkë. Edhe kam mjaftuar një telefonat domethënë zotëri Shajipit që më mbin mua me u kthy aty bashkë me stafin tim normal, sepse e ka po të arsyeshme që ka ardhur koha domosdoshmë që edhe Vushtrin me rikthy mbinar, sepse Vushtria po themi kushtimisht këto vitet e fundit nuk ka pas ecuri të mirë, ka pas shumë të lashe, shumë probleme, besa domosdoshmë edhe nga liga e parë është largu. Edhe është gjynaf është më ka domosdoshmë Vushtrin me pa në ato ujna duke notu. Edhe ka vendos me marr ekipin, normalisht si trajner domosdoshmë nuk kam hezituar sepse e di domosdoshmë mundësinë e qytetit, kapacitetin e qytetit, sepse qyteti i Vushtrisë jeton me sportin, sidomos jeton me futbollin, e ka një tifozëri shumë të flak ku desha me i përshëndet përzemërsisht tifozërinë forca që janë gjithmonë lojtarë janë 12. Edhe kemi marrë domethënë mirë, po nuk kemi ditë bashkëgjendjen reale si ka qenë e klubit. Kur jemi fut më anë kemi po domosdoshmë që klubi është relativisht në një krizë në gjitha aspektet, duke filluar nga ana domethënë dokumentacionit, duke filluar nga ana sportive, duke filluar nga pajisjet sportive, gjithçka domethënë që me hap domethënë një kapitull 3, ne kur jemi fut në Mrana stadium kemi gjetur vetëm 2 topa. Imagjino domethënë një klub futbolli me pas me 2 topa. Edhe për neve ka qenë gjithçka nga fillimi. Tash imagjino domethënë për një kohë shumë të shkurtër me arrit domethënë me rikthy një klub
në binar është relativisht shumë. Që ma leti shko me themeluni klub 3 krejtësisht. Nuk diskutohet, mirë po ne domethënë ne kemi marrë përsipër unë bashkë me stafin tim, duke filluar nga profesori Artan Luzi, pastaj ndihmës të mi, domethënë edhe Agona Ramadani, Renor Xhema që kemi trajner portierë, gjithë bashkë kemi bashku forcat. Edhe kemi punu domethënë shumë fuqishëm për ndërtimin e ekipit, por thash jo vetëm për ndërtimin e ekipit, por krahas ndërtimit jemi fokusuar pak edhe tek infrastruktura, duke filluar nga stadiumi që kemi bërë disa ndryshime mrena për mrena, që tifozët jonë apo tifozët që vinë me po ndeshjen të kenë një komoditet pak më të mirë. Edhe jemi mundu domethënë krahas asoj edhe pak për shkollën, mirë po them nuk jam i kënaqur domethënë sa i përket shkollës futbollit, sepse nuk kemi mujtë me dhënë maksimumi sa i përket këtij aspekti, duke pas parasysh që kemi disa vështirësi domethënë me disa parcela domethënë që nuk janë ende domethënë pjesë e klubit, mirë po shpresojmë që të ardhmen të rregullohet dokumentacioni dhe t'ju rregullojmë edhe aty në kushte sa më të mira, sepse vështria është një vatër e talentëve futbollit, dhe është mëkat domethënë që vështria është këto pozita që shohim sot. Trener, vështria njët për shaj apo për legjendat futbollit? Jella. Domethënë për shaj njët pa diskutim, sepse është vendi i çajit ku konsumohet shumë çaj. Besa domethënë edhe në stadium i kemi domethënë edhe çajin aty, se lojtarët sidomos kur është Ramazan e konsumojnë shumë. Por edhe legjenda e futbollit ka prodhuar shumë, sepse siç e dini domethënë me fillu domethënë që nga kohët e vjetra domethënë Ramadan Cimbili, Indieri, babai im Sabi Dollko është shumë Besim Bantina, Besni Kollari, Isa Sadriu. Domethënë kemi qenë tash gjeneratat e reja Milot Rashicës, Amerikani, shumë. Në Zabërgjën, e batën Zabërgjës e fundmi. Domethënë është vatër, për atë domethënë që krahas ekipit musat më dhan zemra me ton drejtë me po domethënë shkollën e futbollit që është në një gjendje jo të mirë domethënë, sepse gjëna kur një vatër apo një qytet si Vushtrria që është jo qytet i madh, mos me mujt domethënë me pas kushtet apo mos me mujt me afru disa kushte elementare për shkollën e futbollit, me të vërtetë është shumë e dhimbshme. Cili është objektivi real i skuadrës së Vushtrrisë tani për tani, duke ditur edhe mënyrën e renditjes tabelare? Po ne që nga fillimi kemi tentuar domethënë e para punës me bëni një ekip konkurrues, por e thash që sfidat që kemi përballë domethënë mëna e ekipit na kanë zbehet domethënë në farforme jo dëshirën, jo vullnetin, por kur ballafaqohesh me shumë probleme normalisht është shumë e vështirë. Sepse krahas tash ekipit jemi ballafaquar tash edhe me probleme sidomos të fushës, se thash jo rastisht kur 80% kampionat luhet në fushë sintetike dhe ti s'ke mundësi me u stërvit, të paktën një stërvitje me bëni fushë sintetike, atëherë është shumë e vështirë domethënë, sepse e din sportistat, e din trajnerët, sidomos e din futbollistët që është dallimi shumë i madh sintetik domethënë edhe fushë natyrale, dhe kjo na ka paraqitur relativisht shumë problem. Mirë po, ne kemi thonë domethënë që nga dita e parë që jemi mbledh një grup i futbollistëve, jemi mbledh një grup i njerëzve, jemi mbledh një grup i trajnerëve që dojnë me bëu mirë, dojnë me rregullu e para punës me bëu një ekip stabil, duke pas parasysh edhe sponsorin në gjeneral që kemi një sponsor shumë serioz, edhe e kemi rregulluar infrastrukturën ligjore para punës, sepse ka qenë po mos ta mizeri domethënë infrastruktura ligjore ka qenë shumë problematike aty, nuk është di domethënë se çka është bëu brenda ekipit. Kurse tash për tash ne me mburrje themi domethënë që ekipi Vushtrrisë paguan edhe tatimet e lojtarëve të vet, domethënë gjithçka është në mënyrën e rregullt, nuk paguhet asgjë domethënë me parë dorë, gjithçka është transparente. Kjo domethënë ka qenë kërkesë e sponsorit gjeneral, pastaj edhe ne si klub kemi arritë domethënë si staf kemi arritë me bëni një grup lojtarëve të mirë, lojtarëve të mashëm, pavarësisht që kemi pasur ne vështirësitë tona, sepse që në fillim domethënë shumë lojtarë na kanë refuzuar, duke pas parasysh një trajnimi jo të mirë të klubit, na refuzojnë se s'kishim besim domethënë se në kontakte që kishim, takime që kishim, domethënë fjala e dy trajner falënderës, po nuk kam besimar aty sepse ka probleme me paga, ka probleme tjera, nuk kam besimar. Edhe me të vërtetë ka qenë shumë e dhimbshme, edhe duke referuar domethënë në ekipit tashëm që kemi, dikon 80% në shumicë lojtarë kanë ardhur për hatër trajnerit, për hatër stafit, jo për hatër klubit, jo për hatër Vushtrrisë, që për mua për shembull është kjo shumë e dhimbshme, sepse një klub me një traditë më tepër se 100 vjeçare, me ardhmë gjendje është shumë e vështirë, domethënë mirë po shpresojmë që këto probleme më rregulluar dhe klubi i Vushtrrisë më u kthy një herë për gjithmonë rrugën e dur. Trajner, përveç këtyre problemeve të shumta në fakt dhe nuk është që keni në ky vit i ri, i ardhur, erdh pak edhe me një farë lloj surprize jo të mirë.
bëhet fjalë për futbollistin i cili ka ndërruar jetë. Si arrit e trener me u rikthy, sepse kjo është vështirë edhe emocionalisht. Bëhet fjalë për Arian Morinin. Po me thonë drejtën, ky ka qenë një moment shumë i vështirë për neve, sidomos për mua në fakt. Sepse në regionin e kam pas edhe ish futbollistimin, në regionin e kam pas lejtar që nga moshat e reja të Prishtinës junior, edhe kam njoh shumë mirë kapacitetin e regionit, biles edhe sa kam qenë pjesë e Dugaxhinit kam tentu shpeshherë domethënë edhe me afru te klubi Dugaxhinit, mirë por rrethonat kanë qenë tilla që nuk është bëu e mundur. Edhe këtë vit me të vendosur domethënë që do të rikthehemi në Vushtrë, unë në regionin e kam taku vet. Kemi pi kafe, kemi bisedu për planin, kemi bisedu për projektin e klubit edhe me shumë dëshirë na u ka bashkangjit. Ka folë ndonjëherë trener për ndonjë lloj smundje që ka? Jo, asnjëherë, domethënë ne edhe pastaj kemi biseduar domethënë edhe me familjen e rajonit, karshi domethënë familjes ne domethënë si staf jemi të pajisur me sistemin e GPS edhe me sistem kardiofrekvencës që monitorojmë domethënë edhe stërvitjen e monitorojmë edhe ndeshjen domethënë kur nuk ka pas asnjë problem atë volin. Sepse biles kur kemi filluar domethënë fillimet e para të stërvitjes normalisht që kemi filluar me një intensitet pak më të lartë stërvitjeve edhe shumicën e lojtarëve të ri që kishim në ekip domethënë gjithmonë i kemi rekomanduar me ul ritme sepse ka qenë e mundimshme pa përballueshme për shumicën e tyre. Kurse Rioni kur nuk ka shfaqur domethënë asnjë problematik sa përket shëndetit të tij. Edhe ky ka qenë një moment shumë problematik pas vdekjes së Rionit edhe jo vetëm për mua, tash për stafin, për presidentin, po sidomos për futbollistët, për shokët e tij, sepse me dalën fush edhe mos me pas Rionin me vete ka qenë shumë e dhimbshme. Edhe normalisht ka qenë shumë problematike me u rikthy domethënë edhe tek stërvitja, s'po flasim për ndeshje, s'po flasim për rezultate sepse me një moment caktuar rezultatet e ndeshjes kanë dalë plan dytë. Domethënë ne kemi pas gjithë fokusin që me rekuperu ekipin, me rekuperu domethënë gjithë opinionin publik në Vushtrë, edhe me vazhdu sepse atash s'bashku kemi pas një ëndër edhe ja kemi përbërç jo vetëm unë si trener dhe si staf për cilësimi, por gjithë qyteti edhe gjithë Kosova që amanetin e Rionit me çun vend që ishin ato tash takimet e para tona që Vushtrën të rikthejmë Superligë. Trener, po cilat ishin ato se arritëm me bin lojtar me i motivu, sepse i ke motivu për më rikthyer në stërvitje edhe për me vazhdu kampionatin. Ka problem është? Po me thonë drejtën, këto fatkeqësitë ne vëna përcjellin hap pas hapi. Tash mjau vrasja e fundit që është bo e 19 vjeçarit, ne domethënë xhaxhojnë e ndjerit e kemi ekonom të klubit. Vrasja e fundit që është bo domethënë edhe e zonjës që ka vdek, është pikërisht nëna një futbollistit tonë unë në vjeçar. Domethënë këto fatkeqësitë neve si Vushtrë, si qytet pak po na përcjellin edhe gjithmonë kanë një lidhje me klubin edhe po e lojnë atë shanjin e vet. Domethënë që edhe këto s'po na lojnë me u qetësu, edhe gjithmonë po na japin goditje pas goditje. Mirë po, ne si klub, sidomos ne si staf, punojmë shumë domethënë me futbollistat edhe gjithmonë ju rekomandojmë që e kemi për obligim ose e kemi për borxh, jo vetëm për ndeshje edhe në stërvit, domethënë nëse dalim duhet me kujtu sidomos e Rionin sepse e thash që e kemi për obligim moral, e kemi për obligim edhe kombëtar më thon që edhe një fuqi shtesë nëse është një moment caktuar që thu që jam lodhur më smund në mo, duhet me të rikujtu domethënë shoku jon, vllau jon, djali jon që është Rioni dhe me dhon maksimumin për me arrit rezultat pozitiv, por ato domethënë që ka qenë synimi joni përmbashkët. Trener, çu që keni nis karrierën si futbollist, edhe ndodh ndonjëherë që në zhveshtore me i përdor disa prej ngjarjeve që i kalu vetë me i tregu për motivim lojtarëve. Po, por ndodh shpesh, sidomos e përdor domethënë këtë motivimin, këtë bashkëbisedimin me thon para stërvitjeve, sepse çdo njeriu domethënë pas një stërvitje të kaluar në olet analizon si ka shkuar dhe gjon domethënë një ngjarje të caktuar që është e nevojshme për ekipin. Normalisht me djemt jemi shumë të afërt sepse ka kaluar koha domthonjë që ne me trenerin s'kemi guxuar as me fol, na ka thonë mos me pi ujë, s'do me pi ujë. Kurse tash ka ndryshuar kohët, po ndryshojnë gjeneratat. Edhe normalisht e gjejmë tema të ndryshme për arsye të ndryshme se si më ços domethënë X lojtarët apo X grupi lojtarëve.
edhe unë jam falendrues nga të gjithë, sepse pavarësisht me disa domon jemi në moshë, nashta jo shumë largë, sepse kemi litor, thashë kemi ndërtuar edhe një ekip që është në disa litor që janë moshë e mesme, edhe moshë e re, por gjithë janë shumë dëgjueshëm edhe ne si staf jemi shumë të kënaqur me ata. Qysh po më me përballu pjesën me vllon, sepse ki vllon litor. Me vllon masledi është. Me vllon është masledi. Jo, unë publikisht edhe falenderoj sepse normalisht është vështirë, mirë po për mu jashtë fushës vlla, jashtë fushës është obligim familjar, me thonë, si ai për mu, siguron për te. Mirë po momenti që futem në stadion për mu janë gjithë njësoj. Unë gjithmonë kam ecë me këtë parim. Biles me ta tregu një ngjarje shpeshher me nusën, me gruan kam probleme, sepse kur ishte djali pak më i vogël, luajshim futboll në shtëpi dhe gjithmonë shkoj rezultate deri 9-9, kurse 10-9 fitoj shane. Edhe djali si i vogël shkoj çantën dhom, tanko unë edhe nusëm tek e mobre, le të fiton ja bëshë do të më suki se s'mund të fitu, po do të fitu pa dhon lojën. E kështu që edhe sa për këtë aspekti mëna fushës janë gjithë barabartë, aty nuk ka domosdoshmë pardon. Sepse është interesi i përbashkët të gjithëve, është interesi i qytetit, është interesi i klubit, është interesi i djemve, i gjithë grupit tonë. Edhe nuk ka një privilegje që është vllai jam absolutikisht. Këto kam dëshmuar domethënë edhe përpara se kemi pasur në ekip edhe në ekipin e Dugaxhinit, po edhe tash më ushtri aty. Trajtohet si të gjithë, biles shpeshherë domethënë edhe më animon me ton drejtën sepse në momentin që sidomos e përvojën e tij që jo në aspektin e keq me thonë sepse kur i bërtas vllau domethënë kur kam kërkesën ndaj vllaut kurse nga pjesë tjetër normal që nuk diskutohet fare këtë. Trener, po ndalim pak te karriera jote. Si shkove në Ukrainë? Se rriti me shku sepse ka gja probleme. Ki pasur fakt i pajisur me pasaport shqiptare dhe to besoj që të ka licu më shumë. Po, si fillim, unë ma bënë të pyjtim herët, nuk u përgjigja plotësisht, dhe kam fillu dhe më si gjithë rinia dhe më dhënë qytetin e vetlindjes, kam fillu në vushtri, ku në moshën 16 vjeçare dhe më një kom bashkan gjitë ekipit parë, edhe mas vështresë dhe më 2 vite që kam pas shumë sukses me aty, kam shku në Prishtinë, mas Prishtinës kam fillu dhe më të kontaktet e para, problemet e mas luftës me nere, disa menaxher, disa kërkesa që me shku dhe më thonë në përprova në ekipet ndryshme, mirë po si i ri gjithmonë kam pas ambicie shumë të mëdha dhe nuk kam pas frikë, jam qenë si natyrë shumë e fortë, jam qenë shumë i guximshëm që më ka dhënë Zoti një dhënë tillë. Edhe në moshën 18 vjeçare ajo pa i bën 19 dhe unë kam dalë nga Kosova, kam dalë vet, kam hec dhe kam kërku fatin. Domthonë që shumë domthonë sot në 19 vjeçar e ka shumë vështirë dhe më mundohet familjes, mirë po unë kam pas synimin e qartë. Kështu që kam shku në Turqi me një ekip ka qenë Sebatspor, Akçabat Sebatspor, ka qenë Superliga e Turqisë në atë kohë. Në provë aty kam takuar një shok ka qenë një shqiptar dhe në provë aty bashkë edhe në bisedë sipër të hongër bukën pyet mua pse ka je, unë i them shqiptar aty, po ka edhe unë shqiptar. Filloi mohabeti aty. Faktikisht unë isha duke u përgatitur domethënë për me firmos një kontratë në Suedi. Në atë kohë Albert Bunjako domethënë na ka ndihmuar shumë futbollistat të Kosovës për me shku me provu një fatill, mirë po futbolli suedez për mua ka qenë futboll shumë i ftofshëm, futboll jo atraktiv, futboll shumë i mërzitshëm, sidomos liga ku ishim ne, se nuk ishim ligë elitare, po ishim ligë e parë. Edhe në bisedë sipër me shokun e Shqipërisë më afroi domethënë që është një mundësi e mirë për me shku në Elbasan. Edhe praktikisht unë sa isha në Prishtinë, kisha marrë një ftesë domethënë nga kombëtarja B, nëse kujtohet në atë kohë domethënë gjithmonë në kombëtarja B si tash që ka filluar dhe Fuda i grumbulloi elitar perspektiv, edhe nga Kosova kam shkuar sepse është në një bisedë sipër në të ndjerin kryetarin e federatës Sabri Ashani me kryetarin e federatës tashëm Armando Duka, kanë biseduar dhe edhe ka pyetur Armando Duka ka në elitar perspektiv diçka që mund ja vlejt me ardhë me provu veten në Shqipëri. Edhe Sabri Ashani atëre përmend emrin tim sepse isha në, si më thon, fillimet e mia karrierës dhe isha shumë vullnet litar. Edhe më ftojnë mua. Kam shkuar në grumbullim kujtohet si sot me Brigelin tek grumbullimi i kombëtarës B dhe në stërvitjen e dytë të mua të pikoj tjetër domethënë te, do të them pikë Kosovës që shtot. Thotë Kosova, ai s'kishte shumë njohuri për Kosovën, tash shumë domon luajn në ligën e Kosovës. Edhe shpejt u pajisem me pasaport, domon edhe shpejt rrodhën ngjarjet dhe
E poshtë si mundësi shumë tartë këtë propozimin e Elbasanit, sepse thash do t'jem afër njerëzve, do t'jem afër syve, qofse luajnë Suedi normal që është më e vështirë, mundësia do t'jetë më e vogël, sepse nuk isha pjesë e ekipit parë, po ishte kombëtarja Ben atko. Edhe vendosa me shku në Elbasan. Në Elbasan kam luajtur për një vit aty dhe qysh në atë vitin e parë kemi arritë sukses edhe jemi plasu domosdoshmë në garat evropiane. Edhe aty në garat evropiane normal që më kanë përcjell ky ekipi i Vorstës në Ukrainë. Edhe si rezultati ndeshjeve të mira, suksese, më kanë ofruar domosdoshmë kontratë që më shku me firmos atje. Madje atje u bërë edhe lider i skuadrës. Po është interesant ky fakti pak me tregu një histori të sepse gjatë kohës se ishte edhe pjesë e ekipit të kombëtarë të Shqipërisë, unë kisha mundësi me luajtur edhe për Unistenishat. Mirë, ka qenë shumë interesant sepse kur kam filluar si 16 vjeçar në Vushtre, në atë kohë domthon për me luajtur 16 vjeçar do shkë leje speciale. Edhe drejtuesi i klubit në atë kohë domthon që më përshpejtu procedurën, mu më bojnë si 18 vjeçar, domthon datëlindjen jet vetëm i bojnë 2 vite më tepër. Edhe unë se kam ditë fare këtë punë, domethënë kur u shkuj dokumentacioni për Federatës Kosovës në Shqipëri për më pajisje me pasaportë shqiptare, unë isha domethënë 2 vjet më i vjetër, kurse pasaportën që kisha timën unë, shkova për e dorëzova aty dhe më thonë diçka s'është në rregull. Ata dyshojnë mos kam bërë domethënë pasaportën false. Edhe i them, jo, kjo është datëlindja ime. Këta më thonë domethënë shihni dokumentet kanë ardhur për Kosovës, masnë doli domethënë që as vetë se kam ditë domethënë atku doli që Kosova vështresë në atë kohë është qujtë, më ka bu 2 vjet më të vjetër për shkak të dokumentacionit për me shpitu. Me shpitu. Edhe kështu që i kam bërë disa ndeshje me Unistenishat, pastaj kalova në Ukrainë, por në Ukrainë shumë shpejt e gjeta veten sepse thashë kam pas një synim, kam pas një qëllim që në momentin që më japën një mundësi ku me kop, jo me dorë, me kompu, me dhëm, ku me kopën me kaq shej. Trener, jemi shumë edhe pra mbylljes intervistës se koha shkoi shumë shpejt. Çka të lidh me Khabibin? Khabib nuk ka mendojnë. Një pyetje shumë interesante, po me Khabibin, me familjen e Khabibit faktikisht, ose më saktësisht me thonë me axhin e Khabibit kemi pas shumë marrëdhënie të mira, kemi ne shumë në Ukrainë sepse ka qenë bash i Poltavës atë në qytet, ku kemi qenë ne dhe ne si musliman domthon kemi pas marrëdhënie të mira sepse kemi shkuar domthon në autoritetet tona në xhami dhe ati një buni përshtypje domthon apo neve dhe fillojmë u interesu kush jeni shqiptar, pe ka vini edhe na afrojë domthon se nike veten si burshli domthon karshi neve. Edhe natë ku Khabibi ka qenë shumë i ri, biles më kujtohet shumë shpesh edhe ne si shqiptar domthon kemi qenë unë, ka qenë menaxheri unë Zbedin Axhiu, ka qenë bashkëtorët e Mitsur, Januzi, shpesh kemi financuar domthon edhe turne tyne domthon duke ju ndihmu sepse ne i kishim mundësitë. Edhe kemi po shpesh Khabibin të ndesh domethënë ato MMA ato mirë për mua kanë qenë pak të jo të praneshme domethënë lufta të tilla. Po Khabibi qysh i ri ka qenë gjithmonë shumë kërkues dhe shumë punëtor. Edhe jo rastisht është këtu ku është sepse e di domethënë historinë e tij shumë mirë domethënë sepse si familje janë të përkushtuar shumë edhe dashën mas sportit MMA. Atë ka shkruar ndonjëherë? Po me ton drejtën nuk kam rru shpesh herë domethënë për fitoret, mirë po me gjop me axhin e tina më shumë kum pas kontakte dhe kam kontakte ende. Ai është rikthyer tash domethënë mas kësaj trazirës Ukrainë në Rusi, është rikthyer në Rusi atje po jeton. Edhe gjithmonë është falendëruese me njerëz për urimet që i bëjmë. Trener, një pyetje krejtësisht fundit. Kombëtarja e Shqipërisë dhe kombëtarja e Kosovës si po e sheh? Po i shoh shumë mirë duke ecë, do me fillu për i kombëtarës Kosovës, do të me përgëzu gjithë antarët pjesëmarrës të suksesit, nuk është lehtë me kalu domethënë për një kohë shumë shkurt, domethënë disa liga dhe me dalë tash ligën bë ku është, duke filluar nga kryetari i federatës që për mendimin tim po bën një punë jashtëzakonisht mirë, pastaj stafi i FOD-s që ju ka jap hapësirë domethënë edhe djemve të ri e shohim domethënë që është edhe Nurhia aty, pastaj gjithë stafit përcjellës, po sidomos mas meritorët janë futbollistë që më në fund e kanë gjetë formulën ose më mirë me thonë e kanë kuptuar se çka duhet me bë, edhe sa duhet me dhon për shtetin, sepse unë gjithmonë kam qenë thari asaj që kur të vjen ftesa nga ekipi kombëtar apo nga përfaqësuesja e Kosovës, këtë rast duhet me konsideru sikur po të vjen ftesa për ushtri, domethënë që duhet me shku me dhon obligimin ton maksimal për interes shtetëror, domethënë për interesa personale ata nuk vinë këtu se e dim domethënë që janë sistemuar shumë mirë nëpër ekipet tyne, ona financiare sepse shpesh diskutohet po vinë përpara, këtu ata s'vinë përpara, këtu absolutisht këtu vinë për shtetin edhe unë i përgëzoj të gjithë tash edhe mos me diferencu kërkon për suksesin edhe shpresoj që do të kemë vazhdimsi.
Kurse kombëtare e Shqipërisë normalisht është një nivel më lart, si nga ona organizative, si nga ona suksese, jo rastësisht domethënë janë edhe rezultatet e fundit, sepse shihet domethënë puna që është bë, nuk diskutohet kur ta kesh edhe një zëvendës president të UEFA siç është Armando Duka, nuk është rastësisht aty. Normalisht gjithçka puna ndërlidhet njëra me tjetrën. Edhe po mendoj që kanë konsoliduar ekipin jashtëzakonisht mirë, sepse nëse referohemi pak të kalumës, ne kishim problem me i bën 11 lojtarë startues që kishin minutazh në kohë të veta, edhe shpesh jemi detyruar domethënë lojtarë që ndoshta edhe pa ekip janë ftuar në ekipin kombëtar. Kurse tash është komplet e kundërta ku domethënë për çdo kohë konkurrencë e madhe, çdo lojtar domethënë konkuron për një pozicion, domethënë kemi një apo dy lojtarë. Edhe po shpresoj që të kanë vazhdimsi dy ekipet dhe të kënaqemi me sukseset e dy kombëtarëve. Trener, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Faleminderit juve shumë për ftesën, edhe një respekt për juve dhe për gjithë dëgjuesit e Radio Divagji. Faleminderit shumë atëherë. Dëgjues dashur, ishim së bashku me trenerin Armend Dollku. Ne do të shkëputemi për pak, më pas do të rikthehemi sërish.